Ata përgatiten shpirtërisht dhe emocionalisht në këtë proces interviste dhe mbi çfarë ka për të ndodhur brenda në parim. Dhe ajo gjë po nxirrni. Ja, me që e sollëm. Shikoni pak profilin tim se e keni aty. Kjo është video që është bërë virale dhe ku duhet qartë që je ti, ja Jorida. Shumë polemika ka ngjallur kjo video. Ka shumë polemika, ka shumë diskutime dhe çfarë po bëhet dhe çfarë po ndodh. Po e thoja më herët, kuptojeni, është në interesin ton të parë që të gjithë banorët jenë mirë. Ndaj, sa herë që ka ngarkesa, sa herë që unë e gjykoj si shikuese e thjesht, po dhe në bashkëpunim me produksionin, që dikush ka nevojë që të rishikohet, apo që të bëhet një bisedë për të parë se ku jemi dhe për të parë mekanizmat motivues. Apo kur produksioni e gjykon të arsyeshme, pasi është 24 më tepër se sa dy streama. Përgjegjësia e madhe që Big Brother i merr shumë seriozisht. Dhe pastaj kur banorët vetë kërkojnë, ajo gjë që ndodh është unë jam atje dhe kam qenë atje dhe në 12 natës, edhe në 4, edhe në 2, edhe në mëngjes, në varësi të nevojave. Kështu që asnjëherë nuk ka qenë situata e tillë që dikush të jetë vërtet ngarkuar. Do doja në fakt të ndalja akoma tek Egli, se si pikërisht nga ana psikologjike ndikon ndalja dhe rikthimi në stabilitetin e saj emocional. Në gjykimin tim ajo është ende e brisht, por ajo si gjithmonë nëse keni parasysh rrugtimin e Eglit dhe përpara se të hynte në Big Brother, ajo ka qenë e zëshme për problemet e shëndetit mendor dhe ka dashur që ta marrë këtë kartë mbi vete. Dhe po hyn brenda, unë e kuptoj motivimin e saj, po hyn brenda edhe për të provuar që mund të dilet edhe kur je në gjendje vlage. Publiku në fakt është ndarë në dy pjesë. Po Ilnisa. Nuk e di sa mund të dilet Jorida duke pasur, duke jetuar në kush izolimi me një person që ajo hapur ka shprehur ndjenja dhe nuk e ka marrë këtë ndjenjë mbrapa, sepse pyetja është a do e mbaj dot Egli? Po, faktikisht do doja të pyesja Ilnisën pikërisht për këtë. Apo pas 3 ditësh do i rifutet në krevat dhe në prime do thotë un kam ngelur shazza me gjestin. Pra, jo, për të gjithave. Pra, sa do e mbaj Egli këtë? A se bën kjo në termat e lojës e bën gjithë gjën më interesante. Unë të garantoj që dhe vetë Egli nuk e di se çfarë ka për të bërë Egli. Egli ka bërë një plan, ka një ide, ka 2-3 strategji aty brenda. Planet është shumë e vështirë që të funksionojnë. Plane dhe kupton që kështu që edhe Egli vet nuk e dia do t'ja dalë dot atyre. Sigurisht dhe ne që jemi të jashtëm në botën e Eglit nuk mund të japim asnjë lloj garancie të tillë. Por ama nëse do të jetë nevojshme do të jemi aty për të dhënë gjithë mbështetjen e nevojshme. Desha të pyesja diçka, për shembull Egli dje, ndërkohë që po priste votat e publikut, e kishte shumë të nevojshme që të sqaronte pjesën e shëndetit mendor. Pra, një plagë që ti thua e ka, ama që të tjerë shumë persona ja kanë evidentuar. Pra, po flas për publikun. Ndërkohë që ajo thot, ose më saktë tha që nuk kam qenë as në për rrjete sociale, ama ajo dinte çdo gjë çfarë bëhej në rrjete sociale, sepse e pam edhe kur u fut brenda mënyrën se si u qas. Pra, dinte çdo gjë. Unë një pyetje, domethënë dua të të bëj ty që më lindi, si ka mundësi që gjëja e parë që atë vrau ishte kjo pjesë? A ndikon? Cila pjesë? E shëndetit mendor. Pjesa e gjykimit. Për këtë që po flisja. Pjesën e gjykimit. Shiko, po e thoja, ajo do që ta marrë këtë flamur, e ka marrë për sipër dhe do që ta bëj, dhe do që tregoj që është më fort nga ç'duket, dhe do që të thotë që problemet e shëndetit mendor janë të ndryshme, por që me to mund të jetohet dhe me to mund funksionohet, madje me to edhe duke i përdorur ato mund edhe të fitohet. Kështu që Egli, nuk ishte shumë akumuluar, domethënë po ta them, unë do t'isha për hyrjen e saj, por në një fazë të dytë. Nëse do më kishte dëgjuar mua, do të kishte hyrë në një fazë pak më të vonë të lojës. Sepse është ende vulnerabël dhe mund të ketë vështirësi për ta përballuar, por që gjithsesi them se do të jetë. Me thënë drejtën, nuk e pash aq vulnerabël sa ti thua, është ajo pjesa jote që je psikologe, pastaj unë jap një mendim normalisht dytësore, tretësore. E di si është shqipe çështja, e ke parasysh kur ndahesh nga dikush, thjesht ta mendojmë si të lëm bigun më njanë nëse mundemi për një sekondë dhe të ndahesh nga dikush për cilin ke bërë shumë dhe po pret që në një mënyrë ose në tjetër, mirë po lidhja ishte. Nuk po them lidhje me celebrim, nuk po them lidhje me,
por kishte, dhe tani nëse duam të shihemi pas gishtit, të shihemi, aty lidhje kishte, aty kishte përqafime, aty kishte qëndrim në shtrat, aty kishte lojt përbashkët. Qëndroj pak pikërisht te kjo tema. Kishte gjithë gjërat. Ja, sa ta mbyll pak këtë. Kështu që ajo është ndjerë e traftuar dhe imagjino në momentin që ti ndahesh nga dikush dhe je ende në atë valën që nuk e di dhe vetë çfarë do bësh, a do rikthesh apo s'do rikthesh, apo do t'ja shpaguash, apo do t'ja bësh që të bëhet pishman sepse ka vepruar në atë lloj mënyre apo në tjetër, apo do të marrësh nga strategjia e dikujt tjetër që ka luajtur më herët dhe mund t'i ketë dalë deri diku, apo hyn thjesht dhe vetëm për hakmarrje. Ajo është në këtë ngarkesë emocionale tani, duke hequr gjithë të tjerat. Prandaj them që është pak e ngarkuar dhe do duhet ishte ftohur pak më shumë. Gjithsesi un kam besim. Ja do doja të pyesja pak Ilnisën që të rinim pak dhe te kjo tema e çiftit. Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother do ndikoj pozitivisht apo negativisht tek loja e Gjesit? Jo, nuk besoj se do ndikoj pozitivisht. Në fakt shumë mirë që Egli si kryefjalë që është për momentin i bashkojmë gjithë analizës së Joridës, sepse në një farë mënyre po na zbardh ca rrugë të cilat në fakt edhe mundet që mund të na ngatroheshin ne si shikues për 24 orë që s'jam bërë ende që kjo vajza ka hyrë. Ndryshimi me flamurin që do të ngrej, duke ju kushtuar shumë shëndetit mendor dhe flamurit nga ana tjetër që do të ngrej për ndjenjën e saj dhe stabilitetit mental dhe fizik nga ana tjetër i bie 3 flamuj, të cilat të rëndojnë në kurrizin. Janë pak shumë. Po, pra janë shumë. Kështu që nuk mendoj që Zoti e ndihmoft. Po do ta ndihmoj Zoti, do ta ndihmoj. Do të shohim patjetër. Do të shohim se si do zhvillohet marrëdhënia raporti Gjesi Egli dhe se si do të sillet ajo, do shohim janë gjithë gjëra që do shohim me shumë kurioziteti në vijim. Do doja të flisja pak edhe për Rizartën, që ka bërë një rrëfim në fakt shumë prekës për marrëdhënien e saj me familjen e saj, sidomos me babain, ku ka thënë që ai nuk ka marrë dashuri. Mëtej ka thënë që ishte shumë e bindur që ishte duke folur me psikologen, kur në fakt Ledioni e ka shpjeguar shumë mirë që ajo ishte duke bërë një rrëfim në dhomën e rrëfimit. Mund ta sqarosh? Po, dhe u tërhoq shpejt apo jo? Kur ai tha po. Shikoni. Gjëja që ndodh para se sa të hysh në Big Brother, gjatë asaj intervistës që unë po thoja, në pjesë në kuadër të gjithë vlerësimit që bëhet që nga vlerësimi mjekësor deri tek ai psikologjik, një nga gjërat që unë them dhe e them në version formule, është që ne bashk jemi tani për këtë çështje, çfarë diskutojmë, ka për të bërë pjesë e një raporti, i cili do të jetë edhe në mbështetje tënde kur ti je brenda. Mundësia e dytë për të takuar së bashku është gjatë kohës që ti do të jesh pra me gjithë banorët është pjesë e komentit, e pjesë e asaj gjës që duhet thënë. Ne do të kemi mundësinë që të takohemi në person në njërin prej ambienteve të shtëpisë,